e drejta e vendosjes që ka qenë në atë dëshira për me u bashku Kosova me Shqipërinë. Dhe rasti i tretë ose i fundit, më themi që dikun korrekt, veç kur filloi të përhapej lufta pas epopesë jashtëve që tash këto ditë bëhen në vitin 1998, 5-7 mars, në korrekt në odën e një personaliteti që edhe ai ka vdekur, ka qenë ushtar i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, Shaqir Musliu, është vendosur të formohet pika e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës në dominis të afërme, dhe ato janë paraqitur 13 vullnetar, 13 deri në 17 vullnetar që me qenë pjesë e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Prandaj i mora këto 3 raste si me pasën 3 periudha ndryshme që ka pasur vazhdimisht rezistencë, forma të ndryshme deri me shtirimin e Kosovës në qershor vitit 1999. Një ndër shenjat më të qarta të zbrasjes së fshatit ka qenë largimi i nxënësve. Bankat e shkollës që dikur ishin plot, sot qëndrojnë bosh, një simbol i një komuniteti që po shuhet ngadalë. Numrin e nxënësve në një shkollë përcakton edhe numri i popullatës sa ka një fshat, një vendbanim, një qytet. Dhe në këtë rast kjo që e thamë më herët, domethënë që ka ndalë në vitin 2024 90 banor, gjithsesi se përcakton që edhe numri i nxënësve me qenë shumë i vogël. Dhe në kjo shkollë quhet shkolla Bajram Curi, është prej klasës pa deri në 4, sepse është paralele e ndarë e shkollës fillore dhe të mesme të Ol Bajram Curi në Dominis Lugës. Nga dhënat që kom siguru, qoftë nga dokumente memore, me njerëz të mashhur që kom bisedu, për herë të parë shkolla shqipe këtu është hapur në vitin 1946-47 dhe objekti i shkollës vjetër nuk ka qenë këtu. Ka qenë gjatë rreth 500 metra në vend tjetër dhe ky objekt është ndërtuar pas lufte përkatësisht vitet 2005-2007 dhe është objekt cilën pronën e ka lëshu një bashkëtarë i joni dhe domethënë është ndërtuar dhe nxënësit i kanë kushte shumë të mira për mësimin. Fatkeqësisht numri i nxënësve është në ramje jo vetëm në fshatin Dominis të Afërme, por në shumë fshata thella malore. Ndërkaq në klasën e 5 nxënësit shkojnë deri në klasën e 9, nga këtu rreth 2 kilometra larg në shkollën fillore Bajram Curi, por transporti i tyre është i siguruar nga komuna e Vushtrës, përkatësisht drejtoria e arsimit dhe ata kumbi vije domani merr nxënësit dhe i kthen kur e kryejnë ndërrimin. Prandaj fatkeqësisht një trend i rënjes së nxënësve përveç se në fshatra të thella është edhe në qytet. Për arsye se unë i ka përcjell pak statistikat, komuna e Vushtrës pas luftës ka pasur rreth 18 nxënës, ndërkaq tash këtë shkollat e komunës së Vushtrës i kanë rreth 11.000-12.000 nxënës. Domethënë që janë minus 6.000 nxënës për shkak të shumë faktorëve që e përmendëm. Ndërkaq për vendet malore, faktori kryesor për shkak se njerëzit e kanë shkuar vendbanimin e tyre dhe kanë shkuar në qytete ose në fshatra ku janë afër rrugët kryesore të qarkullimit, si për shembull fshati i Vajlumej. Unë vlerësoj se këtë trendin të cilën po jetojmë në shekullin e epokës apo në shekullin e teknikës digjitale, rrjeteve sociale, domethënë e smart telefonave të mençur, domethënë megjithatë qoftë në fshat, qoftë në qytet, bëhet përpjekje të ruhet diçka nga e kaluara jon, truhet tradita, siç ka qenë mikpritja, truhet domethënë veshja kombëtare, truhet domethënë edhe ushqimi tradicional, truhen edhe disa elemente të dasmave apo të kënaqësive që janë zhvilluar në kaluarën, por që tash kuptohet, ajo është e pamundshme për arsye se ka evoluar, por ka disa gjëra që mund truhen në mënyrë tradicionale ose edhe në mënyra e kuvendimit që u bë përpara në periudha, me qëllim që ne mundemi me jetu më atë mirë, po të paktën me u kujtu si një trashëgimi që e kemi pasur në kaluarën dhe që jemi na vazhdimsi e tyre, edhe pse tash ballafaqohemi me një formë të re, moderne të jetesës përballë, siç e thash, teknologjisë moderne që domethënë ka kapluar çdo fëmijë, çdo të ri dhe ndoshta edhe çdo të moshuar. Megjithatë, edhe pse shtëpit janë zbrasur, Dumnica ende mban gjallë diçka që nuk shuhet lehtë. Traditat, mikpritjen dhe kujtimet e brezave. Ato mbeten dëshmi se ky fshat
pavarësisht sfidave, vazhdon të